për gjithë shikuesit. Ndodhem pikërisht në vendin ku lëvizja vetëvendosje ka thënë se do ndërtohet njëra nga 2 urat që do ndërtohen në qytetin e Mitrovicës, në kohën kur është themeluar bordi i përbashkët ndërkomunal në të cilin marrin pjesë zyrtar nga komuna e Mitrovicës së Jugut dhe zyrtar nga komuna e Mitrovicës së Veriut. Ky lajm erdhi nga ministri Libor Naliu, i cili tha se këto ura do ndërtohen pranë urës së Ibrit dhe në takim ishte së bashku me të ishin edhe nënkryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Arjan Tahiri, si dhe kryetari i Mitrovicës së Veriut Erden Atiç, të cilët nënshkruan bashkëpunimin për ndërtimin e këtyre 2 urave. Por ajo çka bie në sy është fakti se këto 2 ura në një ilustrim të shpërndarë në faqen e lëvizjes vetëvendosje paraqiten sikur janë fare pranë urës qendrore të Ibrit që ndodhet po ashtu pas meje, ndërsa në fakt njëra prej këtyre urave do ndërtohet në sipërfaqen pas meje, atje fare larg, e cila ishte paraportë qysh para disa vitesh mirë, po për shkak të ndërprerjes së fondeve nga qeveria e Kosovës, ndërtimi i saj ishte pamundsuar, ndërsa ura tjetër është e vërtetë që do ndërtohet fare pranë urës qendrore, e cila do të lidh një segment të rrugës Lahni-Mani me lagjen e bosnjakëve në Mitrovicë të Veriut. Mirë po ilustrimi i lëvizjes vetëvendosje, përveç që ishte propagandues dhe përveç që po synonte që të jepte mesazhin se ura kryesore mbi lumin e Ibrit, të cilën qeveria e Kurti nuk arriti ta hapë për shkak të këforit, do e humb funksionin, nuk paraqet një pasqyrë reale të zhvillimeve në raport me ndërtimin e këtyre 2 urave. Pra do thotë dyshohet që kjo është arsyeja? Dyshohet pra se përmes kësaj fotografie synohet që të bëhet manipulimi i opinionit publik mbar kosovar, me që jo të gjithë qytetarët në nivel të Republikës e kanë parasysh se ku do ndërtohen këto 2 ura të reja dhe e njohin infrastrukturën e qytetit të Mitrovicës. Andaj ilustrimi që është paraqitur në faqen e lëvizjes vetëvendosje është jo real dhe është i manipuluar në aspektin e afërsisë së këtyre 2 urave me njëra tjetrën dhe në aspektin e afërsisë së këtyre 2 urave me urën kryesore të lumit Ibër, me që pra përmes kësaj fotografie synohet të tregohet se ura mbi Ibër do e humb funksionin pasi të ndërtohen këto 2 ura, por një gjë e tillë mbetet sërish e pavërtetë, me që këto 2 ura do jenë të qasshme për këmbësorët, por me gjasë jo edhe për makinat. Por çka duhet vënë re po ashtu është fakti se përsëri vetëm për këmbësorë do të jenë të hapura këto ura, apo jo? Njëra prej tyre definitivisht po se po, ndërsa për urën tjetër nuk janë dhënë edhe aq shumë detaje, mirë po besohet që edhe ajo do të shërbej vetëm për këmbësorët dhe jo edhe për lëvizjen e makinave. Por një gjë tjetër me rëndësi në këtë mes është edhe reagimi që ka ardhur nga pala serbe pas kësaj fotografie propagandistike nga lëvizja vetëvendosje, i cili reagim vije poshtë në stilin propagandistik. Tashmë mund t'ja qëlloni që bëhet fjalë për kryetarin e Partisë Demokracia Serbe Aleksandar Arsenijević, i cili ka thënë se ky ilustrim tregon se njëra prej urave do bie tek simboli i Engjullit të bardhë, që është një monument fare pranë meje atje, pikërisht në vendin ku ndodhem unë, e që ndërtimi i kësaj ure do e zhbënte këtë monument dhe do rënohej monumenti në fjalë, ani pse në fakt nuk ka të bëj fare me këtë monument dhe ura do jetë fare larg prej atij monumenti. Aleksandar Arsenijević nuk e ka lënë pa shfrytzuar rastin për të propaganduar në mënyrë që të krijojë një atmosferë të brendshme ku ai tregon se po i del në mbrojtje serbëve, e që ka kërkuar reagim edhe nga ndërkombëtarët dhe ka thënë se nëse ndërkombëtarët njeheshin këtij vendimi të kësaj qeverie që e quajti ultranacionaliste, e cila sipas tij dështoi në hapjen e urës kryesore mbi Ibër, atëherë ata po bashkërëndohen me këtë qeveri, mirë po megjithatë edhe kjo deklaratë e Arsenijević nuk përkon me realitetin, pasi ura nuk parashihet të bie fare këtu. Po, mirë po, nuk i di sa duket rallin se kemi, mirë po nuk i bie fare aty, por kështu është të paktën proklamuar nga lëvizja vetëvendosje. Regjia më informoni nëse kemi urallin apo jo? Apo është shkëputur lidha me urall? Po dëgjohemi? Po ju dëgjoj, Gonxha. Po, jemi drejt fundit, po të lutem? Pra nuk do t'jetë fare ura këtu, pra kështu është propaganduar nga të dyja palët, pra edhe nga ana shqiptare dhe nga ana serbe, mirë po ura do jetë fare larg prej këtu dhe do shërbej si një urë unitare në mes të Jugut dhe Veriut për këmbësorët të cilët më parë po ashtu e kishin urën në po të njëjtin pozicion.